Akoma apo jo? Po 3 lajme historike, dhe. Jo, mori jo, përveç lajmeve historike, unë po them, janë lajme që kanë dalë në media? Jo, më dha janë kështu, që të soqme. Janë të freskëta fare? Pore. është rrethu kështjella, vërtet o kulla? Po që të mund, 3 ordi, 3, kupton jo. Si 3? 3 janë, 3 rresht, 1, 2. Po, more. Po, more. Po përveç teje kush e di? Po dinë se njështë, si i di vetëm mu, po janë... Rreth i ngusht? Po sigurisht, sigurisht. Do ndjepe. Në fakt vit e ri më interesant se kjo nuk kemi kaluar ndonjëherë. Po që kemi Krishtinit, kemi kohë deri për vit e ri. Kur them vit e ri, domethënë kuptimin këto fund fest që janë këto, fund festat. Po, fund vjetorin. Po, fund viti. Fund viti. Çfarë perle. Ti thua do mbahet 2025 a mund kullo? Fundi 2025? Them që po, gjithë 2025. Do mbahet, ë? Po. Do mbetet në memorien. Se që kur ka fillu kështu. Çuditshëm. Po ti ishe këtë javë, ishe që këtë javë jashtë, apo këtu? Ja. Televize këtë javë. Isha vetëm të hënën Prishtinë. Që bëhet andaj? Ka zgjedhje mbas 2 javësh. 28, ë? Para vitit 3. Mes Krishtlindjes dhe vitit. Po ti ku do jesh 30? 30 vjetë. Tu me ty. Do vish në studio? Po sigurisht. Se jemi live 30. Po sigurisht. Okej. Si mos vion të... Do vitë flasim pak për zgjedhjet Kosovë. Po si mos vion të ty? Jo, mendova do ishe jashtë, prandaj të pyeta. Do çfarë thotë jo, vitin e ri gjithmonë shtëpi. Po për tani para se fillojmë emisionin, më thuan që... Çani jam gati, a? A le dio? Unë jam gati. Ja, një sekond vetëm, sa ta marrin vesh, thuhet kjo në emision apo jo? Cila surprizë valla. Po që janë 3. Altin Dumani në Prishtinë, dhe bëjnë spagun në Prishtinë, kupton ti apo? Lajmi parë. Ka qenë Prishtinë Dumani sot? Po, ka shkuar edhe me prokurorët atje, me këta të hujët, do bëjnë spagun në Prishtinë. Po si mu vendos të bëhet spak në Prishtinë, një lloj spak? Do shkoj ti mësoj se si bëhet spaku. Se e kanë vendos të hapin ata? Po me sa duket çu. Ata e kanë një gjykatë speciale. Po mirë, e kanë për ata luftës, për kjo kështu korrupsione e krim. Mos ja fut kohë. Po more, sot 1 e 2-ta. Bëje hoqje sanksionet. Dhe kujt? Kosovës. Komplet. Po. Po ç'në sikur ata nuk e donin Kurtin. Po e hoqën Vjosës, kësaj Mirtash Vjosës. Po. Shi. E 3-ta. Bahamasi njohu Kosovën. Po tallesh ti? Jo, s'po tallim sot. Bahamasi? Po. Për gjithë ata që nuk e din kulla Bahamasi ku? Bahamasi është një ishull ande në Atlantik. Është afër Amerikisë? Po. Le dio fillojmë vlla. Unë thasë do na thoshën gjithë nga brenda apo do flasin në emision. Përshëndetje toksor. Sonte jemi i Lirkullën, është e premte, data është 19 dhjetor 2025. Jemi live këtu në MCN TV, si çdo të martë mërkurë në 10 të darkës dhe si çdo të premte, si sonte për shembull që është e premte, jemi live në orën 9 të darkës. Ora është 9:04 minuta. Jam i Lirkullën, Kulla mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kulla është ekspert sigurie dhe analist gjeopolitik i niveleve të larta. Ju e doni shumë dhe ju do shumë. Në fakt, çdo premte e kemi Kullën këtu, me përjashtim ka ndonjë rast që vinte të martë mërkurën, por zakonisht jemi mësuar ta shihni të premte. Sonte me Kullën do jemi rreth 60 minuta, ndoshta pak më shumë, sepse do marrim vesh çfarë po ndodh, çfarë nuk na thon molla, çfarë s'na thon. Ky është në fakt që se ka një mision vërtet media ka këtë që ti thot publikut atë që pushteti nuk ja o thot. Pushteti dhe palët e tjera. Kulla në fakt pa humbur kohë, unë do plas një titull në ekran, dhe ti do më thuash çfarë di ti, çfarë di Ilir Kulla për situatën aktuale në Shqipëri. A është rrethuar vërtet rënd kështjella e Ramsit 4, si ka mundësi që ky njeri i plot fuqishëm, pas 12-13 viteve pushtet, nuk arriti dot
që ta ndaloj këtë situatë. Si ka mundësi që doli kjo situatë nga duart, kulla. Pra, si ka mundësi që e la të rrethot ka i shumë kështjellën e tij. Çfarë po ndodh? Është e gjitha e vërtet kjo që po shohim, ky rrethim, apo është thjesht një iluzion, kulla? Pra, është thjesht ajo loja, është një lojë në fakt nuk e di, në shqip nuk ekziston. Është një lojë quhet papaxhi. E di atë papaxhi? Ja. Vë disa letra në tavolinë, i kthen kështu mbrapsht dhe thot papaxhi. Papaxhi edhe, papaxhi këtu, papaxhi këtu, papaxhi. Ku është papaxhiu, s'është papaxhiu. Ke pasur ato, kupa me kapak, kupa pa kapak, që në fund çfarë gjithmonë fiton ai që bën lojën. Ti lë lekët, po i humbet gjithmonë. Pra, gjithë interesi njerëzve që shohin dhe që duan të kuptojnë zhvillimet e jetës politike në Shqipëri dhe jo vetëm jetës publike, ku shkojnë paratona e gjitha këto. Ore, thonë një sekondë, dakord, po ndodhin ngjarje në Shqipëri, po hapen akuzat të reja, njerëz, po arrestohen njerëz, po flasin veç krimit të organizuar, për veç kriminalëve që vrasin dhe presin, po flasin tek nga politika. Po mos është kjo e gjitha një teatr, vëlla, se shumë zhurmë për asgjë. Rasti më i fundit, kulla, ishte sot, të gjitha kuptojnë që pushteti në mënyrë hipokrite buron nga populli, dhe kur populli të jep pushtet, ai më tepër 83 mandate si ka Ramsi 4 sot, sa do e rrethuar të jetë kështjella, ai prapë është kështjellë që nuk luan nga istikami, siç i thon, se në fundit e i kanë dorë, vëlla. Çfarë doni ju? Doni kullën, doni çani, si ja u jap. Hidhi valle, sa doni. Vazhdoni punën, nuk ja u japun. Kanë votat parlament. Kjo ndodhi sot. Do thuash ja, po s'ndodhi kjo tamam se sot ishte komisioni mandateve. Dakord, pra, po u shty. Plaset fabula në ekran Ledio dhe dëgjoj pa kullën se si e shef gjithë histori, çfarë di kulla më shumë se ne. USB të spakut, kulla, se nuk është vetëm një USB që nga disa më. Përse Ramsit të plot fuqishëm, dhe jo më kote kam bërë në thënjzat të plot fuqishëm, i doli situata jashtë kontrollit. Të gjithë ju që në ndiqin këto momente jemi live, ora është 21:07 minuta, jemi lirë kullën. Që se keni pyetje për kullën, do i bëni të ky kuadrati, të ky katrori që shikoni këtu në ekran, pyetje tuaja lexon atje, skanoheni me celular, bëni një login dhe çoni pyetje për kullën, mos bëni komente. Komentet tuaja nuk na interesojnë. Na interesojnë vetëm pyetjet. Gjithçka është pyetje në këtë jetë. Gjithçka. Bëni pyetje. Çani. Po Ledio. Ndërkohë kemi dhe Tikun nga sheshi, është Tiku atje, është gati? Po, gati. Atëre, Tikun urgjent, dha. Urgjent Tikun, pasat e fillojmë këtu. Tikun urgjent. Adriatik, live nga Bulevardi. Që ka zbukuru Bulevardi. Ua, nesër në 12. Si gjithmonë. Adriatik nuk kam zë, Ledio nuk kam zë nga Adriatiku këtu. Nuk kam zë në studio, e shoh, po nuk kam zë. Video kam, audio s'kam. Tiku, vetëm një sekund, a më dëgjon? Të të gjoj. Po, tani po. Hajde, Ledio. Vetëm qërë pak zëri në studio. Adriatik, mi mbrëma. Mi mbrëma, si e? Mirë, falenderit. Adriatik, unë jam me Ilir Kullën këtu dhe jemi kurios të dim si po shkon situata. Sot është dita e 8 apo e 9 që jenë në bulevard? Sot ka hyrë dita e hymë për një ore pak dita e 13. Ledio, audio të lutem me Adriatikut. Adriatiku është rregull, por nuk më vjen mu audio në studio. Ka diçka këtu te bokset. Më dëgjon? Po, tani po, Adriatik, po. Edhe njerë më thuhet lutem? Sot ka hyrë për një ore gjysëm hynë dita e 13. Dita e? 13. Qa thua, pse ikën 2 javë? Pyta. Ikën avash. Ua. U qethë çfarë në Bulevardi? Kush? Tiku. U qeth? Po. Si e peti? E nxorën edhe ajo është zbardhur. Është zbukuruar, pra. Adriatik, kulla thos që e qethur që para bulevard. Po u qetha në bulevard, më ruan dhe braçja nga lartë, se s'ka pun tjetër. I ka zënë makti. Po pse ky, kush të ruante nga lartë, më? Po braçja e hodhi videon, më erdi berberi im, më qethi, më ruajti, se jam nesër për protest, dilja do si leshko. Normal, zejle zeshëm ti, vaj, zdilja do si leshko. Braçja nga zyra e komisionit atje ku di unë, nga zyrat e kuvendit, se e kam përbau, më bëri video. Dakord. Po ky braça, që është ky martikulla, më thua? Pas ka bë publicitet. Po nuk është, shiko, ore, nga të gjitha ta atje, edhe pse ai e ka kap me mua, po nga të gjitha ta atje është më normali ai, gjithsesi. A thua? Nga ata që ka vërdau, po, se ata janë lemeri, që atë të them dhe më thënë. E më mirë se ky hyn të ajo kategoria e njerëzve, ke parasysh kur thosh ndikur për Pandimajkon, ti se mban më se je i ri, po. Pandimajko çuni i mirë thosh. Domethënë, e ke parasysh? Jo,
Jo, më jo. Unë jam gati të bëj një luftë të fuqishme me të, nuk e kam fare problem. Po puna është që ai e hodhi, domethënë, që kujdeset në mënyrë të veçantë që të më vëzhgoj edhe kur më qetin. Ai siç është nga trupi i vogël ashtu është nga mendja në fakt, po ta mendosh, të thellë, ashtu kam betë. Nëse. O Adriatik, Flasim për gjëra me rëndësi tani se të lutem në këto minuta që kemi dispozicion valla, mund të na thuash çfarë ka ndodhur, cilin ndryshimi nga dita 1 deri në ditën e 13 që hyn tani? Përveç berberit. nga Përveç dita berberit, po. Nga dita 1 ku unë e nisa i vetëm, deri tani janë bashkuar shumë të rinj, 32 kemi qenë mbrëm, që flas, që rrinë këtu, Po. 24 orë, dhe janë duke ushtuar dita ditë. Ndërkohë, në pas ditën e çdo ditë në orën 6 bëjmë një forum qytetar përballë zyrës Edi Ramës, dhe sigurisht nesër në orën 12, pra ditën e shtunë, nesër në orën 12, kemi protestën e parë që mendojmë që do jetë masive, do jetë fillimi i një serie protestash të mëdha. Dhe është momenti që qytetarët e Tiranës të fillojnë edhe të zbresin shesh për të kërkuar drejtat e tyre. Ndryshe, siç e pat, ju desh kohë avokatëve që të bënin mbrojtjen dhe mori dhe 3 javë qeveria për të mos e dorëzuar Belinda Baukun. Nuk është çështja e Belinda Baukut në vetvete, me thënë drejtën. Është çështja e një mendësie të një qeverie që na vjet në mënyrë të çmendur. Na vjet më shumë se logjika që mund të imagjinonin. Qartë. E megjithatë, Adriatik, unë prap insistoj, them si ka mundësi përballë gjithë kësaj, gjithë këtij korrupsionit të perceptuar kaq të madh, prap njerëzit nuk reagojnë vëlla, nuk ka lidhje fare as në Bullgarinë, as me Rumaninë, as me asgjë vëlla. Si ka mundësi? Mbetet për të parë, sepse në Bullgari, në Rumani e kudo, ka pas një fillim protestash që kanë nisur me vatra të vogla dhe janë rritur gradualisht. Pra ti ke Dhe shpresë. sigurisht që absolutisht unë jam besim plot që këtu shumë shpejt do të shpërthejë gjitha kjo, apati, dhe në fakt disa gjëra ne i kemi arritur që tani. Kemi arritur që të tërheqim gjithë vëmendjen publike në lidhje me këtë çështje. E dyta, të gjitha partitë politike praktikisht po vjen në lëvizje, dikush po bën një protestë, dikush që tjetër, dhe unë mendoj që tani është koha që secili të bashkohet në shesh, përtej logos, përtej flamurit, ne duhet të kuptojmë që të ndarë fiton Edi Rama, të bashkuar fitojmë ne. Që do të thotë, ne mund të mos e duam njëri tjetrin, por duhet jemi bashkë përballë Edi Ramës që na vjet. Ne mund mos e respektojmë njëri tjetrin, por duhet jemi bashkë këtu në shesh masivisht secili për hallin e vet përballë Edi Ramës që na lë pa ilaç. Me siguri. Ne mund mos e bestojmë njëri tjetrin, por nuk kemi rrugë tjetër përveç se të gjithë të jenë në shesh bashkë, duke bashkuar vullnetet përballë Edi Ramës, që tahet dhe na shtyp dhe bën sikur bën zgjedhje, por në fakt i vjet zgjedhjet. Ka që thjesht është kjo histori. Kulla ka një pyetje për ty. Po, Përshëndetje Kulla. si e një herë? Ai është mirë. Jam ende mirë. Mirë, kjo është më rëndësi. Dëgjoj, një pyetje kam. Po mirë, ke llogaritur që përpara janë ditët e festa dhe njerëzit ndoshta nuk duan protesta, po duan festa? Po mirë më marrojnë festat edhe nga data 6 janar të fillojnë protestat. Këtu do jemi. Ti s'do lëvizësh, e vitin e ri aty do bësh. Po s'më lë shëndeti me thënë drejtën, do jetë një mbrëmje speciale e vitit të ri këtu përpara kryeministrisë si asnjëherë më parë. Interesante do jetë. Ai se po vjen unë me çanin pim me godët. O ti këtu po të shtrosh Me ndonjë gjë? kënaqësi më të madhe. Adriatik, nëse e bën vitneri aty vërtet. Unë shtroj çdo natë. Jo, e di, Çdo e di. natë se na sjellin njerëzit gjëra të ndryshme dhe këtu shtrohet çdo natë për qytetarët që të vinë, të rrinë, të bëjnë muhabet, të këmbejnë ide kundër njeriut më të korruptuar të Europës. E marrë vesh. Adriatik, unë kam një, nuk e di a ka Kulla në një detaj tjetër për të thënë. Jo, do e dia, me që është protestat do jenë, do e dia sepse janë festat, si do sillen prandaj. Jo, më jo, e thaj që nuk ka problem, nuk i bën... O Adriatik, të lutem më thuaj edhe një gjë, para se të ndajemi. Po. Si shpjegohet, vlla, ose është mendja ime që është që më shkon keq në përvende, që s'duhet më shkoj, ose pse kam të drejtë, vlla, një nga dyja është. Si ka mundësi, vlla, ti e fillove këtë protestë në fakt, në një moment ku s'kishin shpërthyer akoma këto skandale. Ti dije diçka përpara, Adriatik, që e bëre këtë gjë? Realisht e kam menduar këtë gjë. Domethënë, ti kur dole në bulevard,
ishin akoma, dhe ke parasysh, në më dhënë s'kishte, tani, ti u bëre 12 ditë, Unë di, plasi kjo e akshit që është unë di ca gjëra, kjo e akshit që është një grope pa parë, kjo. Më kupton? unë me Arjan, Çfarë dije ti? unë Çfarë di dhe dije? ca gjëra të tjera, unë di dhe ca gjëra të tjera që do t'i marrësh vesh në ditën të vazhdim. Jo, puna është na i thuash para se të ndodhin, se po ndodhen pastaj nuk kemi si e marrin vesh që i dije ti dhe jo ne. Po, ti kam thënë unë një pjesë të tyre, a gjithë ditë të them unë është që qytetarët duhet të ngrihen në përgjegjësinë e detyrës së tyre dhe t'i dalin çdo të vendit. Kjo është detyra tashmë. Pikë. Ore, të bëj një pyetje. Kulla. Nëse të dhunojnë atje, do ankohesh të avokati popullit. Perl, kulla, bravo. Po, pyet. Ah, Ke ishte perl. Dëgjoj, Bravo, Kulla. Ilir, Gjigj Merimanga Gjigj Merimanga. është simboli. Kush i ka shpikur të mërë, kjo është perl. Një sekond tani, tiku, një sekond. Na le të lutem se është e premte, na le të buzëqeshim pak. Mund të më thuash, Patjetër. dëgjoj më dëgjoj. Mund të shpjegosh njerëzve llaste, të dëgjoj edhe i ditë tjetër, po s'ishin në studio fash. Ja dhe Kulla po qesh me lot. Ore, këtë Gjigj Merimanga, po kjo do mbetet më valla. Mund të më thuash ç'është ky personazh Gjigj Merimanga? Kush e ka shpikur këtë gjë? A marrën më thuaj se thonë këtu tani mund të rrimë orë të ta. Në kuptimin Gjigj Merimanga është ai që është avokat popullit sot. A ka qenë personazh portokalli ky? Po. Se e quaj unë Gjigj Merimanga. A ka qenë personazh ka qenë personazh i portokallis ky? Por zotri, Tiku. është person. Po ka qenë diçka e ngjashme, po. Pra këtë më thuaj se unë që nuk i shoh këto emisione dhe nuk i kuptoj jo kur të dëgjoj Gjigj Merimanga ishte perl. Jo, them në kuptimin e përshtatjes së emrit me një personazh konkret. Po çfarë Ka perl. një arsye. E mban mend që briste me një Merimang në për Shqipëri. Na mori qafë të gjithë dhe priste këmbët e Merimangës, duke i thënë njerëzve që jam antisisteme, ndërkohë vajti me firmat e Partisë Demokratike, mori votat e Partisë Socialiste për të bërë avokat popullit. Po në fakt mbetet dhe do të mbahet mend si vetëm Pse avokat genial, popullit. tregoj që pas ka bash qeverisje. Prit ta mbaroj, se po ju ndryve kështu nuk kuptohet. Është online ai. Është online. Do me thënë, shiko, shabanizmi do mbahet mend si doktrinë e njerëzve që e tradhtarit. gënjejnë këdo, madje gënjejnë dhe vetveten, tradhtarëve që nuk i shërbejnë askujt tjetër përveç se neveris në këtë vend. Po. Tradhtia në politikë është e pa falshme. Të gjithë tradhtarët që nga antikiteti deri tani. Nuk është problemi te tradhtia te unë, është problemi që tradhton rinin. Tradhton. Jo, po. Shiko. Arjan, ti një që parasysh. E për këtë sot koha më dha të drejtë, jam shumë krenar që kam qëndruar me çdo kosto edhe përballë çdo presioni dhe sulmi dhe palte, sepse koha i çon gjërat në vend. Por, ata që tradhtojnë ëndrat e rinis për të besuar se të rinjt janë ndryshe, nuk janë asnjë tjetër veç se maskarënj politik të cilët përfundojnë koshën e mbeturinave gjithmonë. Po patjetër këtu jemi dakord mos, kam asnjë monetar si koncept politik tradhtim, jo si tradhtan kuptimin e individi. Se këtu të ne stradhtojnë një kur në politikë. Po kështu, rastet të tilla, Kulla, janë me gishtat e dorës. Rastet të tilla kaq flagrante, dua të them, që nga sot nesër, pra sot ti thua dorëzoj sistemin dhe nesër shkon bëhesh Gjigj Merimanga, e kupton? Duke se ka ndodhur kaj pra, ka kaluar një periudhë, se thuash, ka pasur një thyerje, një çarje diku, dhe pastaj mund të ketë kaluar. Arjan, ka pasur. Jo kështu. Arjan. Po. Arjan. Po më thuaj. Dhe kur e kanë bërë për një gjë me interes shumë të lartë, edhe pse ka qenë gabim. Ose, po. Ky e bëri për të bërë avokat më shok. Avokat, shkomër fito shkollën, po u avokat edhe mbroj popullin edhe u bërë avokat popullin. Kaq. O ti ku se ti e ke njohur nga afër këtë Gjigj Merimanga, valla, se nuk ja vlen përmendje me as emrin sepse është në veri e gjallë, është djalë. O zotri, ky ka mbaruar juridik, çka ka mbaruar ky molla? Kështu thot tani nuk i besoj më asnjë. Çka ka mbaruar ky molla, sepse unë nuk e di, unë di që ka mbaruar shkenca politike, ka mbaruar juridik ky? Ku e di? Se normalisht avokati i popullit duhet të jetë jurist apo jo, minimalisht. Apo jo tiku? Merret vesh më. Po kalon një temë tjetër se harxuam shumë minuta për një. Jo, moç, temë tjetër mo. Thjesht pyeta çfarë do bësh, do ankohesh të avokati i popullit? Pyetja ishte brillante apo? Nuk e njohim ne si avokat populli, për ne ngelet një personazh qesharak dhe që për ne është thjesht Gjigj Merimanga, kaq, nuk e njohim si avokat populli. Gjigj Merimanga është po çat meri, po çat perle është kjo. Tiku. Po ngelem ne në dorë të ankesës se ai vaj me 8 këtij muhabeti. Tiku. Po.
Para se ti ikësh më thuaj pak, qa pret nesër, sa, apo nuk do të riskosh shumë me numrat, sa pret nesër në 12 të Drekës? Unë e nisaj vetëm, tani jemi dhjetra, qindra, mendoj nesër do ketë një numër konsiderueshëm, uroj të jetë masiv, po mendoj do jetë i konsiderueshëm dhe do jetë fillimi një dauge që do krijoj probleme për varkën e çpartauar të Edi Ramës. Ti ku të uroj gjithë mira dhe dëgjohemi prapë, sepse ne këtu do jemi live dhe në fund të vitit. Të përshëndes dhe në fund të kësaj lidhje i ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës që nuk janë dakord me këtë që po ndodh në Shqipëri, që nuk janë dakord me këtë mega korrupsion, me këtë tallje të madhe, të dalin dhe të shprehin qëndrimin e tyre në krah drejtësisë kundër bandave që kanë marrë peng shtetin. Nesër është momenti të nisim protesta masive kundër Edi Ramës dhe regjimit të kleptokracisë dhe talljes që ai ka ngritur. Bëjtë fala shokëve aty dhe shoqeve dhe dëgjohemi. Fala, përshëndes. Mirupafshim. Ishim me Adriatik Lapa në zonja Zotëri, direkt live.